Raporti final i OSBE-ODIHR për zgjedhjet e 11 majit ka nxjerrë 8 rekomandime kryesore për Shqipërinë që do duhet të plotësohen për procesin e ardhshëm elektoral. Raporti kërkon një rishikim të plotë të kodit zgjedhor dhe ligjeve përkatëse për të eliminuar paqartësitë dhe kontradiktat që pengojnë zbatimin e drejtë të ligjit. Theksohet nevoja për një pjesëmarrje të gjerë të gjitha partive politike, shoqërisë civile dhe mediave në mënyrë që ndryshimet të mos bëhen të njëanshme nga maxhoranca. Depolitizimi i administratës zgjedhore renditet si rekomandimi numër 2. ODIHR kërkon që anëtarët e komisioneve të niveleve të ulta në KZAZ dhe komisionet e qendrave të votimit të mos emërohen thjesht nga partitë politike, pasi kjo ka sjellë ndërhyrje dhe zvendësime të shpeshta, madje edhe në prag të ditës së votimit. Qëllimi sipas ODIHR është që të sigurohet stabilitet, profesionalizëm dhe trajnim në kohë për komisionerët, duke shmangur kaosin që u vret në disa zona gjatë numërimit dhe votimit në 11 maj. ODIHR rekomandon që ligji i ri zgjedhor të ndalojë në mënyrë të qartë çdo përdorim të burimeve shtetërore ku përfshihen automjetet, zyrat, fondet, eventet zyrtare dhe komunikimet institucionale gjatë fushatës politike, që nga momenti i shpalljes së datës së zgjedhjeve. Rekomandohet që shkeljet e tilla të ndëshkohen në mënyrë të menjëhershme dhe të ashpër për të penguar përsëritjen e tyre dhe për të eliminuar efektin në procesin zgjedhor. Për qartësimin e shpenzimeve të fushatës dhe raportimin financiar kërkohet që të mundësohet raportim më transparent nga partitë politike dhe kandidatët në garë. ODIHR këshillon që KQZ të ketë kompetenca më të forta për të kërkuar raportim dhe për të vendosur sanksione. Sa i takon mbulimit mediatik të fushatës, ODIHR kërkon që materialet propagandistike të përgatitura nga partitë apo qeveria të mos transmetohen si lajme, por të etiketohen si reklam politike.